Mirëmbrëma të dashur shikues. Ky është podcasti i tretë Konspiracion këtu në kanalin Okult në YouTube. Ata që na kanë ndjekur gjatë sezonit kaluar më kanë parë shpesh si të ftuarin e Alfred Sakos në podcastin e tij Gjë Okult, ndërsa tani do të shikojmë të kundërtën. Sot më kthen vizitën miku Alfred Sako si i ftuari im në këtë emision. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Si po të duket, ndihesh si në shtëpinë tënde këtu? Po. E theti që ka ndryshuar rolet, të shikojmë nëse do e muna që mirë sa që ke qenë ti kur ishe në karigatim. Jam i bindur që do jesh. Sako, kohë të trazura, si në vend, si në përbot. Ta fillojmë pak me nga lajmet nga vendi, nga ato pak që ja vlen të ndalemi. Po afrojnë zgjedhjet bashkiake. Do të kemi 5 apo 6 bashkime zgjedhje, por me sa duket jo Bashkinë e Tiranës. Duke pasur parasysh që në të kaluarën gjykata kushtetuese ka dhënë vendime për mos ndërprerje mandati, ka qenë rasti Berisha, më i famshëm nga të gjithë, duket sikur Erion Veliaj do ta fitojë këtë betejë tekniko-ligjore. Pavarësisht se ka humbur atë morale me banorët e kryeqytetit dhe atë politike me kolegët e partisë së vet. Për procedurë është kjo. Betejë për procedurë, jo për papajsi. Jo, patjetër. Për procedurën e shkakimit. Jo, fajsinë e kanë në gjykatë penale ai po. Po si thua, po çahet raporti i Veliajt me PS-n apo do vazhdoj të jetë ushtar i bindur i Partisë Socialiste, vetëm do hedh ca vickle kështu her pas here. Se opozita mezi e ka pritur. Shiko, Veliaj përveç prishjes së raporteve personale me Ramën, mundet që goditja e tij ka ardhur për aspiratën për të marrë gjysmën e Shqipërisë, Veliaj, se Partia Socialiste është gjysmë e Shqipërisë. Po. Dhe Rama sigurisht që këshillohet nga ata që e vunë dhe Ramën aty, nga Sorosi dhe grupi Kabalës, sionistët, shoqëria Fabian, që janë pak a shumë e njëjta gjë, të cilët organizohen dhe përpiqen të vendosin fuqinë e deep state-it, që fillon ke partitë politike 2 kryesore ose 2 krahët e politikës, dhe që ky është domethënë karamele ose kulaçi. Dhe nga ana tjetër, këta kërkojnë të sigurojnë dhe kërbaçin që kur ndonjë nga këta i del nga tutela, atëherë ata kanë spakun, që është kërbaçin përmjet cilëve këta i kërcënojnë gjithmonë kur nuk ju bindën për ndonjë gjë. Dhe këta tash së bashku kanë vendosur që në radhë parë të heqin nga këmbët e të projektuarit të tyre për të marrë PS-n, sepse Rama është duke u larguar, siç do ta shpjegoj më vonë, kur të flasim. Po largohet Rama nga PS-ja? Po besojnë në pranverë 2027 jep dorëheqjen dhe do kandidojë për president. Në maj qershor ke fushat zgjedhjesh presidenciale nga populli. Dhe Rama do të jetë kandidat. Atëherë, ky është një konspiracion i ri me sa po shoh, se s'kam ndjenjë për këto konspiracion. Në konspiracion kushtetuta që ne kemi përcakton që Shqipëria është republikë parlamentare. Do ndryshohet kushtetuta. Do ndryshohet kushtetuta. Do filloj që në fjeshtën e vitit të ardhshëm deri në fillim pranverës së vitit 2027. Ke informacione konfidenciale nga 2 kampet e mëdha politike? Po. Apo do blej më thot në ufot. Po qartë, po duhet të them do të japi votat e veta Partia Demokratike apo do blej Rama nga partitë e vogla edhe ndonjë nga PD-ja? Rëndësi ka që këta do e marrë vesh me njëri tjetrin. Këta kur thua këta, cilët ke parasysh? Ramën dhe Berishën. Këta që vendosin që më 2005-ën. Do me thënë do të jap votat PD-ja. Si? Do të jap votat PD-ja. Po, të gjendet një mundësi që çfarë ndryshimesh duhet presim kushtetutë? Berisha do thotë që do ta shes kështu që nga presioni i opozitës, ky u detyrua u ul bëri reformën kushtetuese me ne dhe do ta votojmë sepse e kemi bërë me kompromis dhe është në interes të qytetarëve. Por në fakt kjo nuk është në interes të qytetarëve, kjo marrëveshje do të thotë rënje e demokracisë, rënje e sistemit politik demokratik që kanë zgjedhur shqiptarët mbas viteve 90, e cila ka rezultuar një iluzion dhe që këta duan ta mbajnë përsëri popullin shqiptar në hipnozë, duke gënjur sikur kjo që po bëjnë këta
është në kuadër të mbrojtjes së demokracisë, kurse në fakt kjo është në kuadër të forcimit të aristokracisë politike dhe ekonomike, që këta kanë ngritur për 35 vjet, ku në aristokraci përfshi rrethin e tyre të afërt familjar, por dhe shoqëror dhe ekonomik që janë të detyruar. Çfarë ndryshimesh konkrete duhet presim në kushtetut? Çfarë do të ndryshojë nga sistemi aktual? Do kemi një parlament me 140 vet? Tash ti duhet më pyesje themon në fillim që kush mund të jetë i ngarkuar i caktuar për të marrë gjysmën e Shqipërisë. Do vim edhe aty. Kjo do ishte ndoshta do vim edhe aty, po duhet kuptoj strategjinë si arrit deri aty, pastaj qëllimi final. Po, do të ketë ndryshim në përbërjen e kuvendit, pra nuk do të kemi më një kuvend me 140 po, nuk do të jetë një kuvend unik kështu siç është sot, po mund të jetë me 100 dhome ullët, me 100 pra do bëhet me 2 dhoma. Po, me 2 dhoma, me senat, dhe mund të bëjnë dhe 20 senator, ku do futen këta që janë elita politike e partive, që janë njerëz të afërt dhe të besuar të dyja krave, të liderëve të dyjave krave, të cilët do vazhdojnë të sundojnë Shqipërinë me modalitete të tjera. Edhe kështu shtypet edhe butoni reset, edhe ai thotë unë s'kam marrë shumë mandate deputete, se unë jam senator tani. Po, më fillon numërimi nga e parë. Dhe fillojnë në bëjnë skemën të paktën për 16 vjet të ardhshme, mos them edhe për 16 vjet të ardhshme. Dhe në vitin 2040, ku kryesisht do bien dakord për fuqitë ligjore që do të kenë senatorët, për fuqinë ligjore që do të ketë presidenti i ardhshëm, i cili ka shumë mundësi të jetë një president i fortë të vendoset nga populli. Edhe këtë e kam dëgjuar dhe që mund të bëhet pazar që të marrë Rama 2 mandate, kurse 2 mandate pas vitit 2029 të marrë grupi njerëzve të Berishës. Nëse do këtë mbetur gjë nga grupi i Berishës deri pas 10 vjetësh të tjerë. Dhe po do të shikojmë se si do ndodh, dhe këta diskutojnë edhe për që të bëjnë këto, duhet bëhet reforma territoriale, reforma zgjedhore. Do bëjmë me atë. Po, rritë kjo njërë, prapë më thua, parlament me 2 dhoma. Po, dhe këta mund të jetë 120 apo 140. Këta do bien dakord, pastaj më the president nga populli. Po. Që do të thotë nuk do të jetë një president kukull siç është Bajram Begaj sot, po do të ketë kompetenca të fuqishme ekzekutive që do jetë më i fuqishëm se kryeministri. Pra nga një republikë kryeministrore, se u këtë tonën nga 2008 e këtej me ndryshimet kushtetuese, nuk e quaj republikë parlamentare, e quaj republikë kryeministrore. Kryeministri këtu ka uzurpuar, ka humbur parimi check and balance, sepse parlamenti nuk mund t'i kërkojë dot llogari kryeministrit. Ti po thua që do kalojmë në një republikë presidenciale. Po, presidenciale, ku i bie të dalin në garë Berisha kundër Ramës. Këta, jo, Berisha nuk kandidon. Rama po. Po kandidoj atëherë s'është mas kryetar partije, se për fill mas kryetar. Dhe përballë Ramës do të jem unë. Si kam shumë tani prit caktuari. Do të jem unë kandidat për president dhe ti je i bindur që do ta mund. Dhe unë do të rivendos demokracinë në Shqipëri, do të luftoj të këtë polaritet, dy polare politike që këta kanë krijuar, duke ja lënë topin njëri tjetrit, do të reformoj drejtësinë dhe këta të dy, sa më të ashpër dhe sa më bllokues që do të bëhen kundrejt me, sidomos Berisha po vuri kandidat për president përballë me, këta aq më të vështirë do ta kenë fundin e tyre. Atëherë ti sa po shpallë titullin e pjesës së parë besim. Unë që flas kështu, shumë njerëz mund të thonë, ore, ky na ngjan një çik me këtë që është një se harrova emrin atij. Plum Pilinçi, për cilin kam shumë respekt në fakt. Po Plum Pilinçi, për mendimin tim, se analizoj unë, ka qenë i ngarkuar i deep state-it për të marrë ai kontrollin e botës shqiptare në Ballkan dhe për të bërë arkshiqetën myslimane ballkanike. Por mbas goditjes së Dodikut nga Trumpi ose pazareve që ai të largohet, sepse shkëndijin për ata që nuk e dinë, po flasin për Milorad Dodik, liderin e Republikës Serbe të Bosnjës, presidentin. Dhe Dodiku dha dorëheqjen para 10 ditëve dhe Shtetet e Bashkuara i hoqën non gratë. Ka qenë, mendoj unë,
një marrëveshje mes Putinit dhe Trumpit që Ballkani nuk do të trazohet. Kundër marrëveshjes që ka qenë për të krijuar Arkshigjeta Myslimane Ballkanike dhe për të cilën punonte Edi Rama, punonte Hashim Thaçi, të cilit ja ndrovi mendjen Trumpi dhe i thiri bashkë me presidentin serb për të firmosur për ruajtjen e stagnacionit ballkanik, për të njohur Serbia Kosovën dhe Kosova të kishte të drejtë të vetë vendoste për fatet e ardhshme të saj politike, duke përfshirë edhe bashkimin me Shqipërinë. Dhe Vučići pranoi lumtur, sepse Vučići nuk doj që të ketë konflikt në Ballkan. Dodiku do ishte ajo që do ndiste shkrepsen në këtë ambient të lyer me benzinë nga ndërkombëtarët. Thaçin e futi në këtë lojë, e futi Rama, i cili ishte më afër atyre që i bëjnë këto skema, dhe Pilinçi, i cili është një patriot, një nacionalist, një njeri që ka ardhur me qëllime të mira në Shqipëri, dhe që do të ishte një faktor i rëndësishëm kur të fillonin konfliktet. Ai i shpreh karriera në mes, mendoj unë, pas largimit të Dodikut, sepse nuk do ta lejoj Trumpi konfliktin ballkanik. Pra, që ti sqarojmë ky Pilinçi ishte zgjedhur për të dalë njeriu kryesor i shqiptarëve kur të fillonin konfliktet në Ballkan. Nga administrata e vjetër, po Nga administrata e vjetër. Trumpit. Nga Biden Harris. Ai thotë jam republikan dhe ai mund të jetë zgjedhur nga grupi Skull and Bonesave, sepse ai gjithmonë ka deklaruar një mungesë respekti ndaj presidentit Trump, po mbas kësaj marrëveshje të Dodikut, ylli Pilinçit ka rënë. Dhe unë mendoj që do të ngrihet ylli tim. Po priti marrim me radhë Cako, po ndryshon shumë gjëra dhe është e vështirë ti për ty publiku. Po, pra, po më thua që Pilinçi nuk është një delirant, nuk është një aventurier. Jo. Që po shpenzon paratë e veta, është thjesht një fatkeq që është nisur me mision dhe misioni është ndërprerje rrugës. Pilinçi është i dërguar nga shërbimet sekrete të Kabalës, nga CIA, nga pjesët e Deep State-it të Shteteve të Bashkuara. Mirë po, arta e rrugës që ishte dhënë Pilinçit është ndërprerë dhe Pilinçi ka dalë nga loja. Dakor. Tani më the se të thash do ta bëjmë titull të pjesës parë të misionit dhe të Cako kandidat për president. Më the që do të ketë ndryshime në kushtetutë. Do të ketë president me kompetenca të forta ekzekutive sipas modelit të republikave presidenciale dhe kjo do të ndodhë në ose gjysmë presidenciale, si në Francë. Ose gjysmë presidenciale si në Francë, dakor, do ketë ndoshta një kryeministër të deleguar prej presidentit, siç e ka Franca, po gjithsesi po më thuaj që në 2027 njerëzit në Shqipëri do të thviten të votojnë për të zgjedhur një kandidat në maj qershor nominal për president. Po. Për të zëvendësuar njëri prej kandidatëve do të jetë Rama, për këtë unë s'ka dyshim. Rama do të jetë nga partia. Rama jep dorëheqjen në prill-maj, jep dorëheqjen si antar i Partisë Socialiste, si kryeministër, si antar i Partisë Socialiste dhe si kryetari i Partisë Socialiste. Blendi Klosi merr drejtimin e Partisë Socialiste derisa të bëhet një kongres dhe emërohet kryeministre, unë mendoj Spiropali. Dhe goditja e këtyre... Qofse s'ka hyrë në burg deri atëherë. Rama e ka ruajtur Spiropalin. E ka lënë në pozicione të rëndësishme, po që s'kan tendera të mëdhenj publike dhe ka qenë kryetare e parlamentit, ku ajo fitoi një eksperiencë dhe një siguri, duke qenë lider edhe e Berishës edhe e Ramës, de facto atje de jure atje në parlament, ajo ka fituar një vetë besim, një vetë siguri, sepse ka qenë një çupërling, një kalamaçki dhe vogël. Me një bluzë të grisur të pistë që takon terminatorët. Dhe tash e ka çuar prapë në një vend që është një vend prestigji. Pra po e promovon, po thua, po e bën. Dhe nuk mund të njolloset me tendera dhe me vjedhje dhe me korrupsion. Pra figura e saj po përpiqet të ruhet e pastër nga Kill Luminati. Dhe vjen edhe nga Akademia e Sorosit. Dhe tash Belindën po të shikosh, po e godasin të dy, ashtu siç goditën Metën, ashtu siç goditën Deliajn, ashtu siç po godasin Belindën. Dhe Berisha po të shikosh natë ditë televizioni Syri, si e ka Pikneta, si e ka, merret gjithë ditën me Belindën, gjoja në emër të mbrojtjes interesave të shqiptarëve kundër kësaj ajdute. Po në fakt, po sikur po flet mirë për Erion Veliajn kohët e fundit Berisha.
Qoftë edhe indirekt. Po Berisha kërkojnë që t'i jap një lloj sigurie Erionit që të flasë në fjalë kundër Ramës për ta dobësuar dhe për të balancuar fuqitë gjatë pazareve që ata janë duke bërë ashtu si në vitin 2000. Kam thënë që nuk do të flas kurrë. Rama është kaq i fuqishëm sa që ai nuk guxon të flas kundër Ramës. Kundër Ramës mund të flasësh siç flet Arben Ahmeti kur je në Zvicër, kurse ai do flas vetëm kur Rama të mos ketë pushtet, kur ta mund ton, atëherë do të flas. Okej, atëherë do flasin të gjithë, jo vetëm Velia. Ka shumë njerëz që thonë ky është šarlatan ose ky është s'është me këmbë në tokë, ka njerëz që bën komente se unë kam shpallur disa herë këtë kandidaturën time. Cila është strategjia jote? Ti do të dalësh kandidat i propozuar nga partitë, i propozuar nga një komitet qytetarësh me firma. Shiko, do të jetë kjo. Hyrja jote në fjalë. Fitoria ime do të jetë prishja e sistemit, se aty do dalë, ke pyetja që më bëre. Dhe prishjet do kalojmë nga plutokraci politike ose aristokraci politike në Shqipëri, do të kalojmë drejt demokracisë. Unë, në qoftë se do fitoj, dhe unë mendoj që do fitoj, do të kandidoj vetëm një mandat, dhe nuk do kandidoj 2 mandate. Edhe sikur ta di që fitoj. Ky do jetë një premtim që do t'ja u bëj njerëzve. Pasuria ime e sotme është vetëm një shtëpi. Domethënë për 40 vjet unë mezi kam blerë një shtëpi me kredira të vogla, me kështu her pas here dhe kam arritur tash ta blej një shtëpi kohë të fundit. Në qoftë se këta do mbën shkopi në rrota dhe do vazhdojnë, sidomos do ta fillojnë fillim bisedën me Berishën. Në qoftë se ai do nxjerr kandidat dhe domethënë kjo do tregojë që ai do bëhet me Ramën jam bashkë. Dhe pse ke dyshimet i për këtë? Do ta shikojmë. Do ta shikojmë, po ti je i zgjuar s'do të vër kandidat. Po edhe po të mos vër prapë me Ramën, është përgjithsesi. Vazhdoje atë që ne. Në qoftë se unë këta i mund, këta janë të zhytur deri këtu, e diti. Dhe duhet mendojmë fundin pasaj, po fitova unë. Në qoftë se unë mbas dhe Kabala dhe Dylberët fitojnë përsëri në Shqipëri, pra fiton Rama, këta s'kan çfarë të më bëjnë mua. S'kan, zero. Se unë jam kristal. Dhe sa më të idhur t'jenë këta në luftë me mua, zullumi këputet kuntrashet shumë. Aq më shumë do ta ntrashin zullumin këta. Mirë, rikthehemi te pyetja ime se do të vazhdojmë me këtë pjesë. Do ta kem fundin më të lehtë në qoftë se do ta lodhin popullin më pak. Dhe unë u bëj thirrje që mos bëni pazare, edhe çfarë fuqi të ketë presidenti, do t'ja u prish të gjitha këto pazare që jeni duke bërë. Dhe mos kujtoni se unë jam ndonjë gjethe kështu e shkëputur në ajër. Revolucionet, se ky është një revolucion, ky që po ju them unë. Revolucionet nuk bëhen vetëm nga faktorët e brendshëm, por bëhen edhe nga kombinimi me faktorët e jashtëm, sidomos në vende të vogla. Në thonjë, se ky nuk do jetë një revolucion me gjak, ky do jetë një revolucion sistemi. Do të ketë edhe dhimbje dhe dhunë, sigurisht, sepse këta nuk do duan ta lëshojnë pushtetin, por dhimbjet do t'ja u shkaktoj drejtësia. Dhe me të gjitha instrumentat ligjore që ky do t'i jap vetes duke menduar që do të zgjidhet Rama dhe më vonë ndonjë njeri i Berishës mbas 2 mandateve, siç do t'i bëjnë këta pazaret, duhet ta dinë se këta të dy po bën pazare për këtë çështje dhe do më kundërvijnë mua, këta të dy i përkasin Kabalës. Rama dihet që është me Kabalën, po Kabala është duke ikur në Evropë. Shikonin në Gjermani, po fiton AFD-ja. Shikonin në Britani, do të ketë ndryshime të mëdha. Shikonin të gjithë Evropën, do të ketë ndryshime të mëdha. Në Francë do të bien gjithë kabalistët dhe dylberistët. Dhe do fitojnë nacionalistët. Së shpejti, unë i kam rënë të ngulur a thellë në tokë dhe çdo gjë që ata do përpiqen të bëjnë kundër me, në fakt, guri do të bjerë në kokë atyre. Rikthehemi te pyetja, do të kalojmë prapë tek qëndrimet që do të kesh ti dhe çfarë premton ti të bësh si president. Po, ta fillojmë teknikisht. Do të ketë pra zgjedhje presidenciale kandidat nominal me emrin e tyre të përvetshëm, njëri prej cilëve me siguri do të jetë Rama. Po. Ti do të dalësh si kandidat i opozitës. Në nëntor 2027 bëhet kongresi PS-s.
Spiro Pali që do të kryoj qeverinë në mars-prill të 2027-ës, do përpiqet të shtjerë në dorë frenot me ndihmën e Ramës dhe të Blendi Klosit, të kontrollojë totalisht Partinë Socialiste, do t'i nxjerrë ndonjë kandidat Spiro Palit fiktiv atje si Maqo Lakrorin me Ramën dhe kanë atë nga Roskoveci. Nxjerrin ata nga Roskoveci, kur thuat jo se të ngjashme, dhe Spiro Pali merr më 2029 Partinë Socialiste, sepse është e zgjedhur nga sionistët, sepse dihet që Spiro Pali po përgjigjesh për pyetjen që po të bëj. Po. Do të dalësh kandidat i Partisë Demokratike, i opozitës, i ndonjë partie opozitare, apo thjesht me komitet qytetarësh që të mbështesin? Varet se ta bëjnë ligjin këta. Këta do ta bëjnë ligjin tash që un kam shprehur aspiratat, mund të përpiqen me çdo mënyrë të më kufizojnë, por nuk kanë çfarë bëjnë. Maksimumi mund të bëjnë duhen 50.000 firma kur nuk të propozon një grup parlamentar. Kandidatë pavarur nuk besoj se do t'i ndalojnë ndonjëherë. Do ishte skandal. Jo, për të ndaluar si ndalojnë, po do vën kufizime. Po kufizime s'diskutohet. Ne do t'i kapojmë gjitha kufizime, fushat në mbledhje firmash, në fonde dhe gjithçka. Shiko. Fonde do marrë zero. Unë me një lëvizje që do të bëj, do të regjistroj në faqet time të rrjeteve sociale Alfred Sako për president, do të regjistroj në mënyrë vullnetare mbi 120.000 vota njerëz të cilët do të më mbështesin nga të gjitha rrethet e Shqipërisë dhe jashtë shtetit. Dhe unë do t'ju kërkoj këtyre, e disa lek do t'ju kërkoj? Për të mbledhur për fonde, 0 lek. E di çfarë do t'ju kërkoj unë këtyre 120.000 vetave? 10 mandate secilit të më bëj nga njerëzit dhe rrethi i tyre që ta t'i sqarojnë se për çfarë po luftohet. Nuk po luftojnë 2 kandidat, po luftojnë 2 profile politike krejtësisht të ndryshme. Një dylberist, një njeri që ka shitur interesat e Shqipërisë gjatë gjithë kohës, një super i korruptuar që ka vjedhur, një kleptokrat që ka vjedhur shqiptarët, kundër një kandidati që e ka treguar veten që gjithmonë ka qenë në krah të popullit. Në kohën e pandemisë, kur kemi luftuar me diktaturën botërore të shëndetësisë ose me diktaturën e Illuminatit. Edhe kemi dalë para atje për të mbrojtur njerëzin, ndërkohë që këta i vranë të 2 palët. Qoftë ky me Manastiliun, qoftë Berisha me Tritan Maskarasheun. Dhe që bëni thirrje edhe me atë çeka ajo. Pra do të jesh kandidat i pavarur, opozita është i pavarur. Opozita po të dojë të mbështes, po do mos mbështes, Si të doj, dosh kandidosh. Po s'më mbështeti opozita, Berisha do t'i bëj të keqen vetes dhe grupit vet. Po buri kandidaturë përballë me. Edhe po punoj fshehurazi kundër me. Ka vetëm një rrugë, të bashkëpunojmë me mua. Bëjmë një ndërprerje të vogël sepse do na shërbej për t'u rikthyer kësaj teme me një këndvështrim tjetër. Kemi çështjen e avokatit popullit. Avokati i popullit, ai që kemi aktualisht, i ka mbaruar mandati prej vitesh, mbaj më tani se sa vite u bën, ka të ngjarë që të ketë bërë një mandat të dytë kundërligjor, të plot, sepse u bën shumë vite që ajo rrin detyrë, rrin në balanca. U hap një gara, u mbyll, pasi kishin dalë ca kandidat, siç duket nuk i pëlqyen Ramës dhe Berishës, tani kanë dalë kandidat të tjerë. Mos do të bëjmë të njëjtin gjë edhe me presidentin këta, pra ta hapin dhe ta mbyllin garën kur ti teket e si ti teket me kushtet që vjen këta. Sepse këta kanë treguar që nuk e kanë problem të bëjnë shkeljet edhe kur bëhet fjalë për institucione kushtetuese, siç është avokati. Çdo rrugë mund të ndodhë, po arrit të vendosën gjëra, të fiksuan ndryshimet kushtetuese dhe do votohen, se këta më konsiderojnë mua kështu, thotë çash këta ko kaktus, mes ndalemi dyshja. Të dy janë të kabalës, edhe Berisha dhe Rama. Po prandaj po them, Berisha pa mbythën ai çikte nga anë Trumpit. Po me hipokrizi. Përpiqet kështu me ndonjë lobim andaj me ndonjë lek të siguroj. Të pyes sepse me avokatin e popullit u hap gara, u lani heshtje. Berisha ka shansin ta vendos bythën o në karrigen e nacionalizmit dhe të djathtë dhe të vërtet me në krye Trumpin në botë, ose ta vendos 100% andaj nga Rama. Po buri kandidatur përballë me, ai e ka vendosur bythën ke karrige e Ramës dhe e Kabalës. Dhe të dy bashkë ashtu siç do bashkohen ashtu do munden të turpuruar. Ti je i sigurt që do të pengoj, po thoja që loja që po bën tani Partia Socialiste duket se kur këtë herë ka seriozisht që do ta zgjedh avokatin e popullit, dhe di pse them këtë, sepse kandidat ka dalë Sajmir Bisha,
avokati që është shumë afër qeverisë, është avokati i qeverisë në për debate televizive, dhe Genta Bungo, që vjen nga institucionet e vettingut, pedagoge e drejtësisë, gjithashtu rilindase e përbetuar, pavarësisht se jo e deklaruar, jo zyrtarisht. Mund të jetë e njëjta lojë edhe në rastin e presidentit, madje unë mendoj, shkoj edhe pak më larg, nisur nga përvoja rumune, ti e di që pati vjet një kandidat, Kalin Georgescu, që i habiti ata, sepse ata nuk e kishin llogaritur në raundin e parë si rrezik, si kërcënim. Po pastaj u mobilizua i gjithë shteti për ta penguar. Shërbimi sekret sa jo një raport fals. Komisioni zgjedhor nuk pranoi ta regjistronte. Gjykata kushtetuese, gjykata supreme tha ky s'mund të kandidojë thjesht se s'duam ne. Ndërkohë që është provuar përtej çdo dyshimi që ai nuk është financuar nga rusët, që ai nuk ka pasur ndërhyrje të organizatave klandestine të t'i quajmë në Rumani. Nuk do përsëritet kjo në Shqipëri. Dhe megjithatë, po mirë dakord, po ma thuaj ti ku do ta gjesh ti këtë forcë, sepse Kabala, siç e quajnë ti, në Rumani po tregon që ka mbështetjen e BE-s, të pakufizuar, Komisioni Evropian është pro linçimit që po i bëhet Kalin Georgescut. Ishte edhe një Diana Shoshoaka që ju anulloi drejta për të kandiduar. Dhe sot ata po tregojnë që duan ta fusin në burg Kalin Georgescu. Hyri në burg Sarkozy. Unë nuk mendoj që Sarkozy është engjëll, por nuk mendoj as që është ai djalli dhe Macron engjëlli. Dhe më duket pak e çuditshme që të gjithë presidentët apo kryeministrat që kanë një fije patriotizmi, po them nacionalizëm të përbetuar, po një prirje sovraniste, siç janë këta që po përmend, të gjithë këta i kërcënojnë në burg. Luftë është. Ti nuk e mendon se do të ketë një të gjë kundër teje? Të shpikin kritere që ti nuk i plotson dot. Luftë është, do ta shikojmë, po ky varianti që ka ndodhur në Rumani nuk do përsëritet në Shqipëri me mua. Nuk do përsëritet. Po ti the vetë që duhet të kesh përkrahje edhe nga jashtë që ti jesh kandidat potencial për të bërë presidenti i Shqipërisë. Ti e ke këtë mbështetje? Sigurisht që kam. T'ja lëm kohës, dora dorës se çfarë do ndodh. Okej. Mirë, atëherë dakord. Ndërpresim këtu pjesën e parë, bëjmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi. Rikthehemi pas shumë pak. Ja të kemi rikthyer me pjesën e dytë, sërish në panel është miku dhe kolegu, por tashmë edhe kandidati për president të ardhshëm të Shqipërisë, Alfred Sako. Në pjesën e parë shpallej që do të jesh ti kandidati ose një nga kandidatët e qytetarëve për president të Republikës. Pse e ke me kaq dëshirë këtë gjë? Çfarë kërkon të arrish? Çfarë shpreson të arrish duke qenë president i Shqipërisë nëse fiton? Shiko, në këto kohë të vështira që po jetojmë, kur Shqipëria po përdoret dhe shqiptarët si një monedhë për interesat personale të kryeministrit Edi Rama, sigurisht që është shumë e rrezikshme fati dhe e ardhmja e kombit tonë. Bota është duke shkuar jo vetëm drejt një rendi të ri botëror, i cili është vendosur disa herë gjatë një shekulli, e pak, qysh nga lufta e parë botërore, sidomos, sepse ka pasur dhe rende të tjera botërore më përpara, si paqja e Vestfalisë, koncepti i Vjenës, mbas humbjes së Napoleonit. Paqja e Vestfalisë ka qenë mbas luftës civile, klerikale, që mund ta quajmë midis katolikëve dhe protestantëve, lufta 30 vjeçare, në 1648, dhe ka pasur dhe momentet vogla të tjera kur është vendosur rendiri botëror në lidhje me zona të caktuara të gjera. Siç ka qenë lufta e Krimes në 1853 kundër Rusisë nga Britania, Franca dhe Turqia, të cilat vendosën disa rregulla të reja loje në atë rajon të Kaukazit. Dhe pasaj rendiri botëror i vendosur gjërësisht mbas luftës së parë botërore, mbas luftës së dytë botërore, ku kaluam nga Pax Britannica, kaluam në Pax Americana, dhe tashi bota po rikonfigurohet dhe jo vetëm që po vendoset një rendiri botëror, por
po vendoset edhe një rivendosje e madhe, një great reset. Këta nuk e themon, këta e thonë ata që... Qëllimi shpallur i kabalës. I kabalës, ku plani tyre është ju nuk do të keni, nuk do të zotëroni asgjë, por do të jeni të lumtur. Pra pak a shumë është janë ato principet që ka paraqitur Orwelli për fabianistët, të cilët kishin bërë në librin 1984, të cilët kishin bërë një skem botërore që këtë që po përpiqen ta bëjnë tani, me ndihmën edhe të teknologjisë së lartë digjitale, ata e kishin parashikuar ta bënin në vitin 1984, ku ai syri që keti mbrapa atje, syri gjithë pamës, the whole seeing eye, që është syri një pakice të vogël, të paktën siç e kuptojnë shumica e njerëzve se mund të jetë dhe syri dikujt tjetër, kërkon të sklavërojë dhe të mbajë njerëzit në kontroll, mbasi këta të kenë zbatuar gjithësisht parimet maltusiane të depopullimit, të cilat i kanë nisur me një ser agendash të më përpashme, siç janë agendat shëndetësore, ku nëpërmjet kimikateve të industrisë farmaceutike vazhdimisht sulmojnë trupin e njeriut. Ilaçet në përgjithësi kanë 3 komponent brenda tyre, një komponent është kokainë ose një lloj droge e cila qetëson me një medikament tjetër që është i lidhur me strukturën e një organi të dëmtuar, e qetëson, kurse 1/3 tjetër është një lloj medikamenti tjetër që sulmon një organ tjetër aty pranë për ta dëmtuar dhe atë. Dhe të gjithë njerëzit nuk shërohen kur përdorin ilaçe, maksimumi qetësohen dhe pastaj smundja përhapet në organe të tjera dhe njerëzit vazhdojnë pinë 20 vjet, 25 vjet, një diçka që e quajnë ilaç dhe që si ka shëruar për 25 vjet, se ilaçi duhet të shërojë. Mund ta përdorësh 2 javë, 3 javë, 1 muaj, 2 muaj, 40 ditë dhe pastaj duhet të presupozohet që ti shërohesh. Ai quhet ilaç. Pra, gjithë kjo agent e dëmtimit shëndetit të njerëzve për t'i mbajtur pranë Big Pharmës, sidomos në vendet e pazhvilluara që s'din të ushqejnë, që s'kan profilaksi për të mbrojtur shëndetin e tyre, ku ka më shumë farmaci se sa njësi tregtare, siç është Shqipëria. Njëkohësisht, këta agendën e dëmtimit të shëndetit të njerëzve kanë pasur me vaksinat. Agendën tjetër të dëmtimit dhe sepse këto çojnë përveç se fitimet, çojnë në vdekjet parakoshme dhe në drejt depopullimit, këto lloj agendash. Përveç kësaj, këta kanë hequr kripën e detit, që ka 92 minerale, me të cilin janë ushqyer prindrit tanë. Këta kanë futur një krip gjoja e jodizuar, që ajo ka vetëm alumin edhe një element mineral. Pra që është shumë i dëmshëm dhe që është një nga elementet bazë që ne përdorim në kuzhinat tona. Dhe këta nuk të lejojnë të shesësh krip deti në përdyqane ose kriprat tjera. Krip e otizuar, bëjnë këta kontrollorë dhe shumë i dhe në budalejnë, s'dinja dhe këshu e kanë tenë dhe bëjnë këta krip e otizuar. Tashi kanë filluar të vitet e fundit në godasin nga ajri, me elmet, me chemtrailet. Po të shikojmë, të gjithë shikojmë që ka gjurmë avioni, shumë budalejnë që s'na besonin ne që mendonin se ne ishim të shmendur. Jo, po këto ditë në Kongresin Amerikan janë bërë dëgjime në Senat dhe në Kongres dhe është pranuar gjithësisht që janë përdorur ndotjet nga ajri të barit, të florës, elmimin e faunës, pra të atyre që ronin me këto barngrënëset, dhe ne që jemi mirë ngrënës njerëzit dhe kafshët e tjera që janë mirë ngrënëset, duke ngrënë kafshët të infektuara me helme dhe ato helmi përhapet, helme do më thënë kimikatet. Njëkohësisht këta agendën e depopullimit e kanë me atë programin e tyre të gjelbër të marrëveshja e Rio de Janeiros dhe marrëveshja e Parisit. Që prap kanë ngrënë goditje, sepse, si që ti. Po, Bill Gatesi para 2 ditësh ka pranuar që ka qenë një gënjeshtër ngroja globale. Atë që ne kemi thënë gjithmonë. Dhe Trump e përdori më një herë për të thënë që ja që unë kisha të drejtë edhe një... Kishte bërë një postim Trump juniori, kishte bërë një postim në rrjetet e tij sociale dhe të gjitha këto lloj rreziqesh dhe këto lloj agendash, po
rreziku më i madh është rreziku i depopullimit nga shqiptarët nëpërmjet përdorimit të makinacioneve të ndryshme dhe largimit të tyre dhe zvendësimit të popullatave. Atëherë ta kemi fokusin në Shqipëri, Cako. Panorama që unë bie dakord me 99% atyre që ti thua, pra mënyrën se si e shikon ti, si po shkon bota. Çfarë mund të bëjë Shqipëria dhe Ne çfarë nuk mund të duhet bësh të kemi tradhtar dhe të korruptuar të cilët janë zënë me korrupsionet e tyre për fyti këta që kanë qeverisur gjatë, edhe këta të rinë në krye të shtetit si e smena dhe ti binden këtyre lloj agjendave. Ne duhet të përpiqemi që në këtë Shqipërinë tonë të vogël të shpëtojmë çfarë mund të shpëtojmë, po kryesorja është të mos lejojmë njerë përzierjen e rasave. Ne duhet të kemi si unë të paktën kam si yll polar të politikave të mia në këtë drejtim politikat e Orbanit, po edhe të ati Slovakut, këti Ficos, Robert Fico. po të cilët edhe të polakëve, të cilët kanë luftuar shumë dhe kanë mbajtur shtetin e tyre të pastër. Orbani tha para pak ditësh që luftova me gjarprinte e kënetës së Brukselit, tha, të cilët më kanë denigruar dhe më kanë sulmuar vazhdimisht për këto agjendat e mia për të mbajtur Hungarinë pa emigrant tuaj. Dhe unë gjën e parë që do të bëj është që do përpiqem me të gjitha forcat të mbaj rinin në këtu, të ngres standardin e jetës duke ulur çmimet e energjisë elektrike. Si mund të mbash ti 150 euro të paguajnë 2 pensionistë dhe një çift fëmijësh me të cilët ata jetojnë në përshpira 150-170 euro për shiun që e deti, qielli, zoti. Ne hidrocentrale kemi, do mirëmbahen ato hidrocentrale, të cilat janë paguar me miliona euro nga pagesat e shqiptarëve, kosto e tyre, do mirëmbahen ata, do paguhen ata punonjësit që bëjnë mirëmbajtjen, edhe kaq, nuk mund të paguaj një familje më shumë se 20-30 euro në muaj në pikun e përdorimit, për shembull në verë kur përdorin kondicionerët ose kur është shumë ftohtë që përdorin kondicionerët, mund të shkojë 30 euro, po jo më shumë. 15 euro, 20 euro duhet paguaj një familje. Çan këto shifra vetëm i ngrejnë që të vjedhin këta buxhetet, pasaj bashkë me këta që tenderojnë buxhetin e shtetit pa fund edhe duke ndërtuar vepra jo me atë cilësi që duhet të ndërtoheshin, nëse paret do përdoreshin me rentabilitet dhe jo me këtë lloj korrupsioni kaq galopant. Pra, kjo është arsyeja që më shtyn mua të gjithashtu, unë do të ri në aleancën e shteteve që drejtohen nga nacionalist dhe janë kundër këtyre agjendave të rivendosjes së madhe, kurse për rendin e ri botëror nuk e kemi në dorë se çfarë konflikte mund të ngrihen e çfarë tensione mund të ketë. Pyes çfarë mund të bëhet në Shqipëri për shqiptarët dhe nga shqiptarët. Po, njerëz të korruptuar, njerëz të pangopur me pushtet që na kanë çarë trapin 35 vjet. Dëgjojmë zërin e tyre më shumë se zërin e babait dhe të nënës në televizion, që ka fëmijë që kanë lindur në vitin 88 dhe që 5 vjeç kanë dëgjuar Berishën, vazhdojnë dëgjojnë akoma Berishën, ose edhe Ramën që ka qenë në 97, 98 kur ka hyrë ministri kulturën politike, s'largohet, të pangopur me para, me pushtet. Si mund ta zgjidhësh këtë? Që hyn një politikan në skenën politike dhe nuk del i gjallë. Si mendon që ta zgjidhësh këtë nëse i bëhesh president nesër? Shiko, politika është profesion. Si deputet, si njeri drejtues në një parti mund të qëndrosh. Po si lider nuk mund të qëndrosh pa fund. Edhe enturazhi i një lideri, kur largohet lideri, zakonisht duhet largohet. Ky është lloji i sistemit. Që pushteti dhe të gjitha mekanizmat e tjera që kanë lidhje me pushtetin të ndrohen her pas here në grupe të ndryshme shoqërore. Jo të ngelen vetëm në dy persona. Po si ta zgjidhim se këta s'kan vullnet të ikin vetë. Kjo as Berisha as Rama. Kjo kur i pari dominos në strukturën që këta po ngrejnë, kushtetuese, kur i pari dominos është presidenti, i cili dorëzoi të parin e do fillojnë me radhë, do bien gjithë. Sepse me fuqitë që do t'i japin presidentit ta, do t'apen shumë rrugë dhe mundësi të reja. Këta nuk mund të shkelin dhe të tallen pa fund me popullin shqiptar, të anashkalojnë vullnetin dhe interesat e njerëzve, edhe mbretërit
në çdo kohë, edhe strukturat e ndryshme drejtuese, shoqërore dhe politike të perandorive të mëdha, edhe priftërinjt drejtuesit, kur them priftërinjt nuk e kam fjalën vetëm për Krishën, them priftërinjt si klerik, edhe klerikët e mëdhenj, gjithmonë kur shoqëritë kanë qenë të përgjegjshme, janë bërë që grigjën e njerëzve ta evoluojnë sa më mirë dhe sa më me përgjegjësi, qoftë në anën shpirtërore, qoftë në anën ekonomike, t'ju japin njerëzve një rend të drejtë shoqëror. Po këta që kemi sot janë ndryshe. Pra, pikërisht se janë Ti vetë the që unë do t'ju bëj thirrje njerëzve, unë s'jam paranj, unë i kam rënë të forta, edhe do t'ju bëj thirrje njerëzve. Ja ku e keni modelin, ja si duhet të ishte Shqipëria. Unë do t'jem një prej gurve që ta ndryshojmë këtë. Ky është momenti. Dhe unë mendoj që njerëzit do më përgjigjen. Këta po të bëjnë refraktar, të përpiqen të manipulojnë zgjedhjet, edhe të antrashin zullumin, do të afrojnë më shpejt fundin e tyre, dhe po i them, dhe Berisha dhe Rama kanë vetëm një shans që të zbusin egërsinë dhe pakënaqësinë e njerëzve ndaj tyre, vetëm duke mos vazhduar me pazare dhe me qëllime, me marrëveshje me qëllime personale në interes të grupeve të tyre. Në qoftë se ata do të vazhdojnë vetëm të sigurojnë mbythjen e tyre me këto që do bëjnë për të përfituar ekonomikisht, për të përfituar pushtet, për të përfituar politikisht në kurriz të interesave të shqiptarëve, këta do të afrojnë më shpejt fundin e tyre dhe do përkeqësojnë fundin e tyre. Se këta janë të zhytur deri këtu. Janë të zhytur deri këtu. Më duket mua, apo e mendon edhe ti, që shqiptarët në një pjesë të madhe, po them të gjithë natyrisht, janë të dorëzuar. Nuk kanë nervin e duhur, nuk kanë vullnetin të çuar për ndryshim. Unë mendoj, ata nuk kanë parë shpresë nga politika dhe shpeshherë të riqen dhe ja u kanë lënë të gjitha levat politike në dorë njerëzve të ndryshëm si patronazhistëve. Pra si do t'i motivosh këta njerëz? Do të bien strukturat e tyre shumë shpejt. Vetëm keni pak durim dhe do ta shikoni. Okej, atëherë s'po zbulojmë më shumë, me që është fillim. Unë nuk flas para kohë. Por flasim pas një kohë. Por unë them kaq dhe njerëzit e kuptojnë që do jetë në luftë patriotët kundër globalistëve, kundër dylberistëve. Nga këto partitë e tjera përveç Partisë Demokratike, sistemi i vjetër i globalizmit që ka qeverisur dhe i deep state, që ka qeverisur dhe Amerikën dhe vendet e tjera, kupton, do të bjerë, sepse ka një aleancë më të fuqishme që janë kundër tyre. Edhe këta do të bjen, të gjithë do të bjen në Evropë. Edhe këtu do të bjen, dhe vëmendja këtu është shumë e madhe, më beso. Këta do të bjen, do të largohen. Le të bëni pazare sa doni Rama dhe Berisha. Në fund, do të shikoni sa do të kini fundin e idhur në qoftë se do vazhdoni me këtë linjë. Kini vetëm një shans të largoheni që të dy nga politika ndryshe, fundin do të kini edhe më të idhur se sa e meritoni deri tash. Në partitë e tjera parlamentare, shikon ndonjë sovranist? Në cilat përveç PD-s pra, sepse unë PD nuk e shoh si parti sovraniste. Mendon që ka në politikën shqiptare parti të tjera që mund të kenë ndonjë interes për sovranizmin, se unë nuk shikoj të artikulohet askush. Nuk kam parë asnjë politikan, ata madje asje din që ekziston sovranizmi. Në të gjithë biografinë e tyre dhe këta të rinjtë, po ti shikosh, këta kanë ecur gjithmonë me atë fjalorin politik të globalistëve, me asnjëri nuk ka artikuluar gjëra të tilla siç po i artikulojnë. Po pra, ata kanë folur për përfitim politik të tyre vetëm me gjuhën e korrupsionit. Kurse unë s'flas vetëm me gjuhën e korrupsionit.
Unë flas dhe me gjuhën e sistemit politik, që duhet të ndryshojë në Shqipëri. Nga sistem aristokratik në një sistem demokratik. Duhet të vendoset demokracia, se në fundit këte kemi zgjedhur. Këtë sistem kemi zgjedhur. Në qoftë se do zgjidhim një sistem royalist, për shembull, mbretëror, dhe do pranonim që të kishim një mbret, sigurisht nuk do ta lëviznim për sa kohë ai do të ishte një mbret i mirë. Po në qoftë se ai do të dhuronte popullin e tij, populli sigurisht edhe ne do të bënim thirrje për ta përmbysur dhe mbretin. Ne do t'i kundërviheshim njerëzit që duan lirinë e popullit të tyre, ngrihen dhe kundër Zotit, kur Zoti ju ofron atyre një shans ose një fat të hidhur. Kjo është tendenca e njerëzve të pamposhtur drejt lirisë. Ne kështu e kemi treguar veten që jemi, nuk kemi mbajtur pozicione jesmeni e ty lëpihemi këtyre agendave të këtyre që kanë qenë kryesorët në politikën shqiptare që ishin maja e piramidës të brendshme që drejtonin, nuk jemi nështruar kur dhe gjithmonë kemi mbrojtur interesin e gjerë popullor, i kemi thënë të vërtetën popullit, të vërtetat që ne mendonim dhe që kanë dalë që ato janë me të vërtetat të mëdha, dhe i kemi menduar të vërtetat si fe mbi fe. Dhe kështu do ta mendojmë gjithmonë. Në një moshë siç jam unë, kur unë s'kam pasur, do me thënë kështu interesat të mëdha të botës materiale kur kam qenë i ri, nuk mund t'i kem kur në këtë moshë, nuk ka absolutisht asnjë lloj interesi ekonomik apo financiar. Fred Sako është me një shtëpi do vdes, kupton? Por ja, ta mos e thuaj pse të mund të urojmë të vdesësh me dy, pse me një? Ti ke fëmijë. Po ja, unë po them. Unë si Fred Sako, kupton? Fëmijët kanë fatin e tyre, kanë punën e tyre. Pra nuk është interesi im të ri gjatë. Interesi im është edhe safara, gjatë kohës që do ri, antiglobaliste, dhe në qoftë se njerëzit do ta pëlqejnë, unë do kem shumë shkopi në rrota, nuk diskutohet nga këta, edhe në qoftë se do të fitoj. Do të kem një ballafaqim të vështirë me njerëzit, sepse s'janë vetëm këta të brendshmit, janë dhe ata të jashtëmit që i mbështesin këta dhe që i kanë mbështetur. Kabala botërore dhe evropiane. Por në fundit, unë do t'i bind njerëzit që kam pasur të drejt dhe kam pasur qëllim të mirë dhe përfitimi që do marrë shoqëria shqiptare, sigurisht do t'jetë më i madh se sa zullumet që i kanë bërë këto dy grupe politike shqiptarve. Dhe duke qenë atje me një president me kompetenca të fuqishme, sigurisht do të krijohen dhe mundësitë për të rregulluar faktorët politik në të dyja krahët e Shqipërisë dhe pasi të mbyll një mandat, kur të largohem, do mbështes një kandidat dhe do t'ja u them njerëzve që në qoftë se do isha unë, do votonja këtë kandidat për president. Sako, ke dëgjuar Frederic Baldan ose Baldan, nuk di si lexohet, kjo shkruhet Baldan. Ja, Frederic Baldan. Më kujton gjë ky. Okej, ky është një shkrimtar belg që me siguri shtëpia jote botuese do të ketë interes ta përkthejë dhe ta botojë. Ky ka bërë një libër ese ku ka analizuar poshtërsitë e Ursula von der Leyenit në rastin e Pfizer Gate, skandalit me vaksinat. Një libër që sigurisht është përkthyer dhe është shitur në botë dhe para jo më shumë se 2 javësh ka filluar reprezalia ndaj tij, i është hequr karta e lobistit, se ka pasur dhe kartën e lobistit në Parlamentin Evropian, dhe janë bllokuar llogaritë bankare në Belgjik. Ky është belg. Nuk ka vendim gjykate. Thjesht ky kritikoi Ursula von der Leyen, ju bllokuan llogaritë, ju hoq karta. Po mirë. E akreditimit në Parlamentin Evropian. Luftë është jeta, kur merr misione të mëdha, presione dojnë të mëdha. Pretë të bëjnë ty të njëjtat gjëra, të bllokojnë llogaritë bankare, të sulmojnë me tatim taksa, të akuzojnë për korrupsion, për evazion fiskal. Unë llogaritë bankare bosh i kam, le të mbyllin, ja u kam falur gjitha çka kam. Bosh i kam, bosh do t'i kem. Po rrezikun e jetës e merr parasysh nëse hyn në një garë të tillë? Jo, zero, nuk ka rrezik fare. Pse mendon që s'ka rrezik? Sto guxoj njeri sepse kam bërë vetvrasje. Po
po bën diçka të këtillë. Kam bërë vetëbrasje për veten e tyre. Tentuar me Trumpin. Nuk ka për të ndodhur në Shqipëri. Me Trumpin mund të ndodhë, këtu në Shqipëri nuk ndodh. Je i sigurt për këtë? Po. Ndihesh i qetë? Po. Zero rrezik. Mirë. Asnjë gjë nuk kam për të bërë. Gjën më të vogël të bëjnë, ja kam bërë vetes tyre. Jemi në minutazhin e fundit. Po. Do të flasim 5 minuta për situatën në Shqipëri dhe 5 minuta për situatën në botë. Dëgjoj. Kemi një kandidat pavarur. Për këtë që më pyet, e kam treguar dhe një herë tjetër. Kur fillova lëvizjen Novax kundër pandemisë në Shqipëri, Novax by Forca, për vaksinat, dhe ku thash që në fillim që nuk do të ketë një vaksinë, do të ketë 2, 3, se do thonë justifikime të ndryshme, të gjithë më bën të çmendur, dhe kur organizova protestat, ishim të rrethuar nga polici, nga i numri i madh policash, që ne lajmërimet me rrjetet sociale i bëjmë, me rrjetet sociale kam punuar unë. Dhe në atë kohë më thiri një person, dhe më tha, dua të takoj pak, edhe takova. Më tha, mua unë jetoj, ishte shqiptar, që jetonte në Itali. Unë jetoj në Itali, tha, dhe kam aftësi paranormale, të cilat i kam mësuar, tha, kur isha 20 vjet në Burg. Kaq ishte në Burg. Kur isha në Burg, tha, pash nënën time duke operuar nga kanceri në gjitha, dhe shikonja gjithë doktorët, çfarë flisnin, si bënin me shenja, gjithë operacionin. Shikonja në sallë, tha, gjithë njerëzit e mi të dashur, të nënës të afërmit, që prisnin që bisedonin me njëri tjetrin me zë të ulët. Pash kur doli nëna nga salla, e pash kur e futën prap në operacion, tha, sepse atë tubin ku e di unë që rrjedh ato sekrecionet e operacionit ishte bllokuar, e futën prap, tha, ja lidhën prap tubin. Dhe këta ishin 2 vëllezër në Burg. Kishin hyrë për transport Ashashi, në Greqi, nga zona Konispolit, i kishin futur në Burg. Edhe kur ishin të rinj, 18-19 vjet. Dhe ky u ngrit dhe i tha, mamaja po operohet, i tha, nga gjoksi, ja tregoj tërë historinë. Ai e pa, tha, çfarë thotë, je në Terezi, tha, ke shkartë, jo, tha, e pash tash, tha, begim komplet, tha, kam çerekore që po shikoj, tha, këtë. I kërkovi lejë këtyre, sepse jepnin leja autoriteteve, më shoperuar nëna, ky vllai thashtë, mos e dëgjoni kashkar, ku diun çka ka kështu. Kur doli ky, që bajti e pa temën, kishte ndodhur tekstualisht çfarë ky kishte parë. Dhe ky tha që sepse trupi fizik i njeriu përbëhet nga disa lloj trupash. Ka trupin fizik, trupin mental, ka trupin eterik dhe trupin me një fushë elektromagnetike që na rrethon secilin me një vibrim të caktuar dhe që na mbron nga këto frekuencat e jashtme për të mos goditur të trupat e tjerë. Dhe shpeshherë njerëz që janë paranormal, që janë të rrallë, kanë aftësi që trupin astral të tyre bashkë me trupin mental të shkëputin nga trupi fizik. Dhe të shikojnë realitete të ndryshme sepse këto vibrojnë në frekuenca që ne nuk i shikojmë. Dhe çfarë tha ky personazh? Ky tash, jo, ja bëra një kështu përshkrim dëgjuesve që ta kuptojnë, dhe ky më tha, dua të takoj, tha, erdhi më takoj. Tha, po më shikonte kështu, më njifte se jetonte në Itali. Tha, ka marrë kastile, tha, më çdo një detyrë, tha. Mua, tha, më jepen detyra, tha, me shifra. Dhe unë, tha, kur zgjohem, tha, i shkruaj ato shifra, tha, dhe i kthej në germa, tha, dhe në fjalë, tha, dhe marr mesazhin. Mendoj, tha, që trupin tim astral e kontrollon, tha, qenie më të larta, inteligjente, që janë të mira, tha, dhe përpiqen për mirë, sepse mua sa herë më çdo ndonjë urdhër, tha, unë gjithmonë kam bërë gjëra të mira, tha, asnjëherë s'më çdo urdhër për të bërë ndonjë gjë të keqe. Dhe mendoj, tha, që më drejtojnë qenie të mira. Dhe më çdo një urdhër më nxori atë tabellën e madhe, kjo këtë germ, këto këtë kështu, më shpjegoi, tha, ja ku thuhet tu, tha, që do vesh do takosh Alfred Bajramçakon në Tiranë dhe do t'i thuash 2 gjëra. Cilat janë këto 2 gjëra, i thash unë? Ti, tha, ke filluar një diçka, tha, të madhe, tha, kundër sistemit. Unë nuk e di se çfarë, tha, se unë jetoj ande, se kam idenë, tha, se ç'a bëhet. Dhe më zhdën një mesazh, 2 mesazhe, tha, që një, je në rrugë të drejtë, dhe 2, je
kishte gotën bosh, tha ti e këtu brenda kësaj gotës. Dhe këtu tha ti çfarë do të bësh për këtë gjë që ke filluar, ti do jesh i mbrojtur tha maksimalisht, tha, askush nuk do të prek dot ty. Dhe unë e mora kështu si me shaka pak, tha çfarë po më thot ky. Tha, derisa mua më kanë dërguar të vi këtë ty, tha, e di tha që ti më mirë kupton, tha, se mua nuk më dërgojnë në vende ku e din që s'të kuptojnë. Tha, unë do vi do të takoj, tha, prap, tha, pas 3-4 vjetësh, 5 vjetësh. Dhe në qoftë sa se ty, tha, të shprekur i qime floku, tha, e vogël, tha, atëherë do më thuash mua ti e mashtrus. Dhe vërtet erdhi. Kjo bised ishte në pranverë të 2020-s, kur ishte biseda e parë, edhe më ka ardhur në vitin 2024. Erdi pivi një cigare me mua aty dhe një kafe, e më tha mua Alfred Sako, tha. E mban mend qatë kam thënë 2 gjëra, tha. Kjo gjë e dytë që do esh në gotë, të ka edhur, tha, qoftë edhe një njeri në gjysmëllafi, tha, gjatë tyre viteve, për atë çështje që ke pasur ti, tha. Të ka edhur një njeri në gjysmëllafi, tha, qoftë edhe kështu me shpoti, tha, nga një tavolinë tjetra, tha, ose në rrugë, tha, të ka thënë njeri gjysmëllafi, tha. Po më thej, tha, që më ka thënë njeri në gjysmëllaf, tha, unë atëre, tha, s'të dalë me që të takojma. I thash, absolutisht asnjë njeri, i thash, bile shumica e njerëzve më kanë shprehur respekt. U bindet tash, i tha, që kjo që të kam thënë unë, tha, është një diçka më e madhe, tha, më e lartë, tha. Kupton? Dhe asnjë qime floku s'ka për të më prekur dot njeri, sepse jam këtu i futur këtu. Nuk do më prek dot asnjëri. Mbaj mend qa po të them dhe do flasim prap, nuk do të bëjnë dot se ky Rama i përdor këto instrumentat ligjor, kështu fut mekanizma kështu për të dëmtuar, për të bërë se është frikacak, edhe përdor vetëm shtetin kështu, kupton, s'ka fuqi të dalë përballë. Kurse ai tjetri ai bën gjëra ekstra ligjore, i bën hedh gurin dhe fshet dorën. Ai tjetri është Berisha. Po. Ai hedh gurin dhe fshet dorën, por nuk ka shans me mua që të bëjnë diçka. Më beson, nuk kanë shans. S'kam për të bërë asnjë gjë. Asnjë gjë. Në rregull. Do ta mbyllim pikërisht me këtë. Dakor. Ti e brenda një gote, në kuptimin figurativ, nuk të prek asgjë dhe ti të vazhdosh rrugën tënde dhe unë të uroj sukses. Dhe do fitoj. Për të mirën e shqiptarëve. Edhe unë të uroj sukses, të shpresojmë që do jesh prapë në podcast kur të kesh gjëra të reja për të na thënë për fushatën tënde. Dakor, do dalim her pas here dhe do flasim. Të faleminderit që ishe. Faleminderit Kastriote. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Ky ishte fundi i podcastit të tretë. Mirupafshim javën e ardhshme.